këto ngjarje, këto rrëfime u tregojmë atyre cilët kanë arsye. Unë pe filloj me këtë ajet të madh të Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall na drejtohet që arsye mos mendon dikur se arsye me arsyetuhet vetëm arsye është logjika logjika e njeriu. Ne kemi arsye shpesh herë kur i lexojmë historitë e profetëve të Zotit, edhe na kemi arsye kur i shikojmë sprovat, durimin, do të thonë pengesat, ato problematika që i kanë pasur në jetën e tyre, a kena na si çështje që ti shohim këto situata kështu më ndryshe. Për t'i kuptuar më drejt historitë e profetëve, edhe konkretisht Ulul Azmit, do të thonë përzgjedh 5 pejgamberëve të përzgjedh Zotit, e para kisha dashur ta ceki se kur i lexon këto histori, e para që të vjen në mend, edhe mundesh me pat realisht një pikë drejtë është që ty ishe ato pejgamberët e Zotit si një model i jetës tone. Për shembull e para mund ta marrim historinë e Jusufit alayhis salatu wassalam, kur flasim për tric, kur flasim për joshjen, kur flasim për problematika që i ka vazhdimsi një i ri që jeton, vepron, mendon, shikon se si ta realizon jetën e vet, kur ka probleme me joshjen, kanë ka modelin jetën e vet. E ka Jusufin alayhis salatu wassalam se si u largu prej një vepre të shëmtuar që Allahu Azza wa Jalla e ka ndaluar. Pastaj e dyta, mund të vazhdojmë te një pejgamber i madh tjetër i Zotit që është Ejubi alayhis salatu wassalam. Kur ti ki probleme me vazhdimsi me jetën tënde edhe nuk i durushëm, keni sprovë edhe s'mundesh me ballafaqu shumë lehtë sprovën, kanë merr për shembull në jetën tënde. Do të thonë, a janë pejgamberët e Zotit, a është Ejubi alayhis salam, do të thonë shembulli i durimit për ty. Pastaj mund të vazhdojmë tek Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Kur Ibrahimi alayhis salatu wassalam kishte sprovë të madhe, do të thonë me idhujtarin, çfarë mund të Ibrahimi alayhis salatu wassalam e kishte mbështetjen Zotin edhe mendimin pozitivisht, mendimin e lartësuar, mendimin e avancuar se si mund t'ja nxjerr poshtë mendsinë atyve, do të thonë logjikën që e kishin në atë moment populli i vet, do të thonë mençurinë kur e mendon këtë pjesën e mençurisë, ku shkon mendja? Te pejgamberi alayhis salatu wassalam, te Ibrahimi alayhis salatu wassalam, do të thonë të mendumit e lartë, do të thonë shembujt e historisë të pejgamberëve të Zotit. Ta e kemi edhe Musa alayhis salatu wassalam, e kemi edhe Isa alayhis salatu wassalam. Do të thonë këto janë shembuj që ti kur i lexon rrëfimet kuranore, a e kupton qartë edhe drejt se Zoti po flet edhe për ty, se fundja shi. Nëse i mendojmë në historitë e profetëve, për shembull Musa alayhis salatu wassalam para sa mijë vjetëve, 2500-3000 vite ka jetuar para neve. Do të thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam para 1400 viteve. Do të thonë kur e shohim këtë çështje, ka jetuar shumë larg para neve. Tash çka na vjen neve në jetën tonë, po të vjen shumë. Ai nuk të vjen ndoshta edhe si histori tekstualisht, po lip me kuptu ti se ato çka u kanë ndodhur atyve dhe sot ty të ndodh. Ato sprova që i kanë pasur ato edhe ti mund të shpifat sot ti, edhe në këtë aspekt kur ti shifsh problemet që i kanë pasur, edhe zgjidhjet e problemeve që i kanë bë, ti ke shkollë në jetën tënde, edhe mësim në jetën tënde se si më zgjidh problematikat e tua në jetën tënde. Për këtë arsye ne lip me qenë të vëmendshëm shumë, edhe kur ligjërojmë, edhe kur i qasemi, edhe kur lexojmë, edhe si ndëgjues, ndoshta edhe si hoç, ndoshta edhe si studius, kur ta lexojsh ta mirë shkollë për veten tënde se gjitha këto ngjarje drejtohen ty personalisht. Kërkuj tjetër. Do të thonë, nëse ti e koncepton veten si një musliman, te Kuranit nuk i drejtohet, do të thonë aty i drejton me siguri edhe bashkësisë së muslimanëve, po secili musliman kur i lexon Kuranin, edhe kur i lexon këto rrëfime duhet ta shikojë atë nga aspekti individual. Çfarë ndryshimi duhet të sjell ky rrëfim në jetën time personale. Edhe me analizu problemet që i kemi dhe pastaj me u mundu me gjetë zgjidhjen në rrëfimet e pejgamberëve apo në mënyrën se si ata janë përballuar me problemet e ndryshme. Eksakt. Do të thonë kjo është ai qëllimi që bashkangjitur bashkarisht. Po realisht edhe me shikuar dhe me një prizëm tjetër shi, rrëfimet e pejgamberëve nuk duhet me qenë vetëm shembull për neve si musliman. Nëse pak ka sinqeritet, edhe ai që nuk i beson Allahun Azza wa Jall, edhe nuk është i bindur në Allahun Azza wa Jall, edhe lexon me një shikim pa pavije dhe pa mendime negative për historitë e pejgamberëve, ndalet pa paragjykime, ndalesh edhe lexon historinë e cili do pejgamber, cili do zgjedhë vet. Edhe zgjedhë sipas shefit tanë dhe lexoje. Pak sinqeritet me pas, ka mu të zbut zemra në aspektin që kime fillu me mendu pozitivisht për ta njerëz, do të thonë, për këta burrat mëdhej që kanë jetuar në këtë tokë që edhe ne jetojmë sot. Do të thonë, kjo është edhe mesazh për ata të cilët ndoshta edhe nuk e besojnë Allahun Azza wa Jall. Ndoshta edhe kanë urrëtie patologjike për Islamin. Nëse mundosh pak të jesh i sinqert me veten, dalë lexoj historitë, ti je i bindur që edhe nëse nuk e pranon Islamin, kime besuar vërtetësinë atyve burrave, karshi sprovave që i kanë pasur në jetën e vet në vazhdimsi.